Rreshtet e shiut të ditëve të fundit kanë shkaktuar probleme në të gjitha rrugët rurale të bashkisë së Bulqizës. Sipas nënprefektit Avni Muliu, më problematike situata ka qenë në rrugët e fshatrave të Trebishtit, Gjuras, 2 fshatra Tërnove Madhe, Tërnove Vogël e të tjerë. Nënprefekti Muliu tha se bashkia Bulqizë po punon në të gjitha rrugët e dëmtuara duke larguar inertet e rëna, mbushur gropa dhe duke riparuar pjesët e dëmtuara si pasojë e rrëshqitjes së tokës. Po ashtu nënprefekti Avni Muliu tha se sa i përket situatës së energjisë elektrike, mbetet normale dhe se nuk ka asnjë zonë problematike në të gjithë bashkinë e Bulqizës. Rreshtet e shiut, siç jemi ndjeni gjithë që jetojmë këtë republikë, ne nuk kemi pas probleme siç patëm rrethet e Veriut, Lezhë, Shkodër, Jugu. Po edhe këtu që ne ka ndiku për arsye se duke qenë terren malor, ka pas rrëshqitje verash, inertesh, bllokim të rrugëve rurale, fal punës së bashkisë, situata është normalizuar. Ne një problem patëm me aksin Qyteti i Ri, Qyteti i Vjetër, që blloku gati për 2-3 javë. Për arsye se u mushke terminali dhe ishte e pamundur të kaloshin sidomos edhe mjetet e rëna, po mjetet e vogla to bëshin në rrugën dishin ke unaza, ke gjeologjia dhe për ta në qytetëri ose për çku qytetarë nga i riu në vjetër bëshin këtë lloj lëvizje. Falënderisht edhe të prefektit që u lidh me ato të Ministrisë Bujqësisë edhe na pru një tip skavatori që filloi pastrimin e kanalit kryesor, edhe besoj se inshallah të kemi situatë të tillë, se faktikisht vun vështirësi dhe shumë jetë ngelen mes ujit. Besoj dhe ti je i njohur me këtë lloj situate, se ke qenë prezent, edhe pati edhe dëmtim të mjeteve. Sot kalohet normalisht, pa probleme, edhe dëshirojmë që mos kemi këtë lloj situate. Zonat e thella, ku ka qenë më problem? Më problem kemi pas Tërbisht, që ka pas shemje të rrugëve rurale, edhe në fshatin Gjuras, që janë 2 fshatra, Tërbishti ka shumë fshatra, po dhe me thënë të mbledhur me një pelt që Tërbisht. Edhe ati ka ndërri bashkia me mjetet, me forcën që situata është normalizuar. Përshtaj përket energjisë elektrike, me gjithë se kemi pas probleme, sidomos në disa fshatra të veçanta të Tërnove Vogël e Madhe, po nuk ka qenë një kozë gjatje e madhe që ngelen pa energji. Po fshatrat e Ostrenit, keni patur probleme me energji? Fshatrat e Ostrenit, nga kontaktet që kemi marrë, nuk kemi pas probleme Abraham. Të gjithë përjashtohet mundësia se këtu njerë me frynë sill probleme në furnizim me energji për arsye se nuk ka përfundu këtë investimi me sistemin kablor. Kemi disa gabina që akoma janë me telin e ndikueshëm sistemi tjetër, po sipas informacioneve që kemi nga ato që janë drejtues të OSSH-s, tendrat dhe vazhdojnë edhe përse një kohë shumë të shkurtë edhe këto dhe pajisën me rrjet kablor. Sa i përket terminalit të autobusëve, më në fund gjendja është stabilizuar dhe nuk ka më prezencë të ujit.